Divorci me Metën pas të 5 jetave. Kryemadhi ëndër e keqe, por kam filluar të mësohem. Monika Kryemadhi, e ftuar në një emision, ka folur për divorcin e saj me Ilir Metën. E pyetur nëse kishte menduar ndonjëherë që do të mund të arrinte deri këtu, Kryemadhi tha se nuk e kishte menduar, por jeta është e paparashikueshme. E kishit menduar ndonjëherë që pas të 5 jetave do të ishit në këtë situatë që jeni sot? Jo, që të sill minuti nuk të sill sekundi, nuk e kisha menduar, prap më duket si një ëndër e keqe, që do të kaloj. Ndoshta, nuk do të kaloj, por ti do të mësohesh. Thonë që koha është shëruesi më i mirë, por unë nuk mendoj se koha është shëruesi më i mirë. Unë mendoj se ti mësohesh me problemin dhe fillon i përshtatesh një jetë të re, një standardi të ri të jetuarit, por edhe të rrethit shoqëror me cilin ti jeton dhe punon.